Përshëndetje të gjithëve. Shëndetje. Shëndetje. Përshëndetje të Përshëndetje. juj. Si fillim ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen edhe vlerësinë maksimum që keni ndajt kohë me qenë pjesë e këtij takimi online, që është hera e dytë që bëjmë këtë organizim në në kuadër të e, të industrive ose të profesioneve tona që i kena, që në temat kryesore që janë më shumë për pjesën e WordPress, SEO, SEO, AI, kështu me radhë. Kështu që tash në meetupin e parë, normal që kena diskutu, do shta ato që kanë qenë prezent, për edhe ato që e kanë pa paraprakisht që e kam regjistru edhe online, është edhe një në YouTube, kështu që njëjtë edhe ky meetup do regjistrohet sepse në të ardhmen dëshiroj për shembull për secilës prej neve me përfitu njerëzit, domethënë në qendron në kjo pjesë gjatë gjithë kohës që dikush për shembull nëse dëshiron me hi edhe me shiku edhe me mësu. Andaj për këtë takim të dytë, në kuadër të asaj të parës që kena diskutuar më shumë si hyrje dhe për me ideja ose mendime se çfarë dhe ku, tash në këtë takim unë kam përzgjedh me i trajtu disa tema, jo vetëm unë, mirë po me ekip. Një prej temave që është e kena diskutu edhe me trajtu për shembull është një prej page builderave tash më të ri edhe më të avancuar, e që është Bricks Builderi, pastaj është Elementori, një prej page builderave më gjigant, edhe një prej më të mëdhejve që ka pas ekosistemi i WordPressit, e që për momentin është ende lider, përderisa ka domethënë me miliona websajta që ndërtohen direkt me Elementor, edhe është free, andaj edhe kjo e bën domethënë që të jetë një prej më të mirave, edhe pse tash Bricks Builderi domethënë ka avancu shumë edhe është tepër avancuar. Tjetër domethënë është pjesa e pluginit Rank Math SEO, një prej pluginave më të avancuar që kryejn punë në SEO. Ka domethënë shumë plugins të tjerë që janë në ekosistemin e WordPressit. Janë gati 7 ose 8 plugina që domethënë edhe ato janë shumë të mira, e që një prej tyre që është edhe Yoasti, është prej kompetitorëve më të mëdhej, mirë po Rank Mathi është shumë i avancuar edhe ka shumë gjëra ekstra, module ekstra, të cilat domethënë neve na jep një komoditet që ta zhvillojmë një website sa më mirë, po edhe domethënë më ranku sa më shumë edhe më avancu sa më shumë. Edhe e fundi që e kam përzgjedhur si temë është lansimi që para 10 muajve ka bërë Google një lansim të ri që quhet Google AI Mode. Çka ka bërë, domethënë ka lansuar një hapësirë në SERP, që është Search Engine Page Result, e aty domethënë del në rezultatet e kërkimit kur shkruajmë diçka ose kërkojmë diçka, nuk del domethënë direkt si ka qenë më përpara, tradicionale, por mirë po tash shfaqet një hapësirë kur aty tregon Google direkt me inteligjencën artificiale përgjigjet tona të shpejta që i merr me citate nga website të tjera. Kjo është domethënë sa i përket si hyrje se për çfarë do bisedojmë. Unë këtu tash prezent i kam di bashk kolegët që do flasin. Njëri është Faton Krasniqi, i cili tash tu që punon domethënë me Bricks Builder, edhe din domethënë ka një uri të mirë në Bricks, kështu që ka punu edhe ka bë disa website shumë të mira, po edhe ka kryi trajnime të specializuara për këtë pjesë, kështu që Fatoni do na flasë diçka për Bricksin, pastaj unë domethënë një tek Fatoni do filloj tek e njëjti website, do filloj ta implementoj pluginin Rank Math, që aty domethënë do e shikojmë se si ta bëjmë një setup të thjesht por edhe të avancuar, për shembull për pluginin Rank Math, po edhe pastaj
se si dhe më thënë e vendos on page SEO në faqen e parë ose në page-at tjerë, edhe si me bë keyword research, si mi pa kompetitorët e kështu me radhë. Këtu tash e kam edhe një bashk koleg tjetër që është Adhe Demolli. Adhe Demolli është një tash edhe një shok i im, po edhe një bashk koleg, po edhe një bashkëpunëtor, i cili tash ka një kompani i cili vepron në Prishtinë, kryesisht dhe me thënë mirët me tregun e Europës, në Gjermani, Zvicrë, kështu me radhë. Është një projekt menaxher, është një WordPress developer, ekspert e kështu me radhë, kështu që ai tash do na flase diçka për Elementorin, edhe si me vendos Elementorin në full site editing, po edhe me ACF, edhe do na flasë diçka, edhe do na ndaje dije nga vetë eksperienca dhe përvoja e tij shumë vjeçare në tregun e punës, po edhe në tregun e jashtëm, që do na japë këshilla se do të thënë, me depërtu edhe ne ose me marrë projekte, po edhe si me i menaxhu ato projekte kështu me radhë. Edhe sa i përket pjesës së Macmeth, edhe pjesës së SEO, do flas diçka dhe unë nga dia ime e paktë që e kam në këtë drejtim. Do flasim së bashku edhe do i ndajmë edhe mendimet tona rreth Brixit, rreth Elementorit, rreth SEO-s dhe çka do ndodh në të ardhmen me avansimin e kaq shumë të Google-it, i cili nuk ka gati çdo muaj që bën update-sa të ri, e që për ne dhe me thënë normal që nuk është aq mirë sepse ndryshojnë shumë mënyra e kërkuarit edhe mënyra e shfaqurit të website-eve. Kështu që tash pa mos humbur kohë, unë si fillim do kisha pas dëshirë, për shembull, edhe pse tash me Fatonin e kena bashkarisht për me pa atë website-in, mirë po si fillim do kisha pas dëshirë, për shembull, që atë dheu, nëse mundet, për shembull, edhe është gati ose me na fol diçka për Elementorin, edhe se si atë dheu, dhe më thënë, punon me Elementor, po edhe për full site editing, për të me bë customize, edhe diçka për shembull pastaj nëse të keni pyetje për atë dheun, edhe ai do ta tregon nga eksperienca e tij për menaxhimin e projekteve kështu me radhë. Atë dhe a je këtu? Po, këtu jam i lirë, po. Super atë. Ilir, apo më dëgjon? Po, Fatun? Përshëndetje gjithë kolegëve. Faleminderit Ilir. Mund të vazhdoni. Po, Tash okay, Fatun. Okej, pra, nashta pra, masi veç prezentove pak shkurtimisht, unë e kam që afro 4 vjet një kompani që ofroj shërbime të ndryshme digjitale, ndërto edhe WordPress, ose krijimin e webfaqeve, po kryesisht me WordPress. Me Ilirin po kena pas edhe projekt për bashkët, po edhe më ftoi këtu që të bashkë bisedojmë faktikisht për tema të ndryshme, kështu që nuk po kam qef me majt shumë këtë pjesën që pjo mësoj në diçka ose pjo kallëzoj diçka, po ma shumë letë jetë një bashkë bisedim, sepse secili besoj ka një eksperiencë të vetën, edhe bëhet pak edhe më interesant besoj gjithçka. Um, Parimisht unë kështu si temë ose kështu si përgatitje për me diskutu kon qasja në projekte të reja, kur gjithçka zakonisht fillon prej një klienti i cili ose ka hap biznes të ri ose ka biznes po don me bëni një relaunch, edhe vy një prezencë online. Dhe gjithçka fillojnë prej një webfaqe. As SEO-ja nuk do kishte logjik as kurrë tjetër pa një webfaqe, kështu që aty fillon edhe pastaj fillojnë të negociatat, do më thonë punën e çmimit, punën e tech stack, cilën me përdor, qysh ndërtohet webfaqja dhe aty fillon që më thonë edhe një konceptuimi komplet webfaqes. Por mu si business owner edhe shpeshherë edhe projekt manager, do më thonë edhe veti ku menaxhu projektet, u konë gjithmonë e rëndësishme me investu kohë të mjaftueshme në fillim për me definu sakt se cilin rol. Çfarë roli do të ketë dizajneri, developeri WordPressit, po edhe klienti.
Sepse WordPressi ju e dini që fillimisht ka linë si blog, do më thonë për me ndërtu thjesht për me postu blogje, dhe ma vonë është zhvillu dhe prej WordPress 5.9 është bo edhe full site editing mode. Gutenbergu shëndru në një block-based, nëse mu i me qujtë, system, i cili italian me editu, do më thonë, headerin, footerin, me kriju custom templates. Po i lirë, nuk është që se pesho mesazhin që pas ke shkru. Nuk është që jam tu e qelë në farve faqe, kështu me të kallzu drejt. Më shumë Okej, okej, teoretikisht. në rregull, okej. Po që tash jo kallë, më i mi o prezentu tani një fartulli në fund që kom përgatit. Kështu që për më rikëthy pe WordPress 5.9 është pjesa full site editing. Edhe tash kur vjen një projekt i ri, në gjithmonë mundohemi fillimisht e kemi një formular, le ta quajmë kështu, i cili mundohet sa më shumë informata me ia marr klientit që është e mundshme. Ëm për pos pjesës a ki logo, a ki host, a ki domain, a duhet na mi bo ato pjesë të tjerë, s'po hi ma nena, është edhe pjesa se çfarë target audiencë po synon, po edhe sidomos për dinamikën e faqes. Se për shembull edhe Bricks Builder, edhe Elementori, janë page buildera, e cilat ta mundsojnë pikërisht full site editing, do më thonë me një Bricks Builder të instalon thimin e Bricksit edhe mund është prin headeren, footere, gjithçka me dizajnu, me stilizu qysh nashta edhe pikë presje, ngjajshëm edhe me Elementor. Po çka na si temë që desha me veçu kësa hera është pjesa e block-based building, tregun e jashtëm, ose nashta po nisna edhe pak ma për mas. Me siguri e dini, para 4-5 vite, se tash edhe nuk është që pionjë, kështu se di sa vite keni eksperiencë, po para 4-5 vite ose ma shumë, kur ka thonë dikush që është WordPress developer, ajo kon faktikisht edhe taman developer. O ka pas coding skills në shumicën e raste, edhe ka ditë PHP, ka ditë front-end, JavaScript, edhe në shumicën e rasteve ka punu me ACF, me Advanced Custom Field, edhe komplet veçfaqen një farforme ka kriju me PHP, me kod. Vetëm se duke i përdor ato elementet e gatshme të ACF-it. Po prej që janë ardhur këto page buildera dhe kanë u rrit populariteti tyne, na këtë dim që mujna një WordPress me ndërtu pa coding skills, me drag and drop, pa kreativitet, design skills në atë aspektin që me ditë cila ngjyrë me tjetrën për përshtatët e tjere tjere, edhe kështu mujna me ndërtu një web faqe. E tash pikërisht na çfarë sfidash po kemë është kur po na vjen një klient i ri me vendos për tech stack. Apo shkojna me Bricks Builder, apo shkojna me Elementorin, apo shkojna me ACF. E këtu vendimet më numi me marë në bazë dinamikës dhe faqës. Sepse nashta një dalim, se i liri më tha pak me folë edhe për eksperiencën kështu jashtë në tregun e jashtëm. Për dalim nashta me bizneset vendore këtu në Kosovë ose në Maqedoni, zakonisht afiniteti teknik i business owner është pak ma i lartë zakonisht se sa të na, le të themi kështu. Do më thonë një pronar biznesi në Zvicër, shpesher është teknikisht ma i avancum se një pronar biznesi të na këtu. Dhe ai kur dënë me ndërtu një web faqe, ai prej fillimit e definon se për shembull çfarë dinamike ka me pas web faqe. A do të ketë për shembull different custom post type, që janë për shembull kena me pas evente, kena me pas news, kena me pas blogs, dhe duhet për secilin me kriju për shembull një custom post type, dhe këtu lindin tani edhe problemet ose din me lind problemet me page buildera si Elementorin, që mu kriju tani automatikisht edhe ato tag pages, category pages, që janë automatikisht WordPressi që i krijon edhe URL-at për to. E dallimi me këto është për shembull që shpeshherë kërkohet thjesht një web faqe statike, e cila edhe nashta nuk do të ketë shumë ndryshime. Edhe radhë herë, s'paku s'm ka ra, kështu me ndëgju, ose radhë më ka ra me ndëgju që një shqiptar business owner këtu më ka thonë që unë e nesra du me shtu vet artikuj, ose unë du nesra vet me ndru ngjyrën e qëtij headerit ose qëtë foton, background image. E
që ta deshta me marrë si tem pak për punën e full site editing edhe block based, jashtë hala po përdoret shumë ACF-i. Që kjo ke si point, do më thënë, pa dyshim përdoret Elementori shumë, po dallimi po bëhet kur klienti po kërkon që ai më shtu vetë content, na po ju ikëm Elementorit, për arsye që Elementori është i thjesht për përdorim, po prapë është drag and drop dhe e ka atë mundësinë që mund të thënë dizajn me prish diçka. Na kena pas experience ku hi për shembull klienti edhe u mundu vetë me ndryshu diçka në Elementor dhe ka prish komplet dizajnin. Për sa ta për shembull e lidhëm ACF-in, edhe ACF-i ta mundson, do më thonë, ta mundson me shtu, po fatën, çfarë bisedojmë inshallah, se ç'ka është ideja gjithë kësaj, ta mundson me shtu custom fields edhe unë e gjitha që kështu për klientin për ty është një lloj formulari. Do më thonë e ki aty mundësin me ndru ngjyra, me bo upload images, mujna me limitu, do më thonë, fotoja du të më konë qka që madhe me këtu madhësi, edhe normalisht punën e tekstit i ka, është formular për ta dhe një formular gjithë se cili mundet me përdor, ndërsa komplet bloku si i tillë shfaqet në frontend me dizajn të përshtatshëm, em, edhe do më thonë është kërkesa e klientit që ai vet faqe të reja edhe pages, po edhe posts me ndërtu me blocks. Kështu që po na bjen ku në fundit me ndërtu shumë web faqe block based. E çtu tani po dallohet pak pjesa me Elementor. Kështu që faton veçorno për ACPT. Qa po të me shtu diçka ose me na njoftu. Dhe veç të isha me u inkuadru që ACPT-ja është i ngjashëm si kompetitori, si kur ACF-i, Mhm. është rrugës drejt rrugës ACF-it, normal që i duhet kohë me arritë ACF-i se ACF-i ka përdorus ka gjashëm. Po. Përndryshe është ACF-i njonin për plugina më të mirë për custom post type dhe custom fields, por edhe ACF-i është ka avancu në këtë pjesë. Si ACPT, ja? ACPT-ja po, mundesh me po në website-i zyrtar tyne. Unë për veti ka që në 2 vite që e përdore ACPT-n, është shumë mirë, nuk më pas të lashe, ka avancu, ka gja mirë ka avancu, sidomos me page building, bricks builder është shumë i mirë, është Me të vetësh. punon shumë mirë, e ka edhe pjesën e Elementorit, por është shumë bukur punon me bricks builder. Kështu që mundesh me po masi ke punë direkt me custom fields edhe custom post type, tash të rekomandoj që shikoja, është diçka shumë e mirë. Po, super. Po faleminderit, nuk e pas na njoft. Por ndryshe për Elementorët, na ka radhë me përdor këtë që ta CrocoBlock. Këto janë prej familjes Jet plugins, kështu. Edhe këta mundsojnë, do më thonë, me custom post types, custom fields me shtu qysh dush tek dush. Kjo është specifikisht për Elementor. Është e bome. Mirë që ja bu në share screen, se faktikisht. Super. Realisht andaj nëse dikush i posedon shtesat e CrocoBlockut, realisht vetëm i duhet një Elementor free plugini, asgjë tjetër, se këta i kanë gjitha me custom post type, me çka do që të vynë me pjesën e dynamic data që mi thirë në mënyrë dinamike, se nëse e përdor ACF-in për me i thirë në Elementor free, nuk mundesh se nuk ta lejon atë pjesën Elementor free, duhet me përdor ndonjë plugin tjetër. Ndërsa nëse i përdor shtesat e CrocoBlockut, këtë i mundson komplet full me kriju një website, veç me Elementor free. Po. E nëse për shembull një klient ose na jashtë kryesisht po punojnë block based. Do të thonë edhe dizajnerat i krijojnë Figma files që bloqet më konë reusable, definohen sakt emërtimi i bloqeve, edhe ndërtohet faqja me bloqe. Na për shembull edhe ACF-in pe integrojmë kanjer direkt në Gutenberg, që thjesht mos mi zgjedh poshtë në ACF, po mi zgjedh direkt në Gutenberg ato bloqe direkt në to. Po normalisht është e mundur edhe direkt Gutenbergun me përdor. Um, Nevojit të ndafësi tjera është tani JavaScript-ës, po parimisht është edhe ajo e mundur. E tash nëse një klient
kërkon me bo një faqe ku për shembull ka different custom post types, do të ketë news, do të ketë blogs, events dhe le të themi për çdo ditë ai ka me bo update faqen e vet, ka me shtu content, ka me qit risi. Um, Atëherë me Elementor çush e kishën bo që të zgjidhje. Nëse fokusohemi në Elementor, domethënë se me Brix besoj Brixi pa e mirë punon me block-based editing, so e di unë. Kjo pjesa e Elementorit është pak më komplikuar se Elementori ka popularitet shumë të madh. Mhm. Edhe realisht po punon në pjesë jo si Brixi në këtë rast, se Brixi varësisht që çka komuniteti dëshiron, ata e zhvillojnë. Përkundër që Elementori do këtë tash kohët fundit ka fillu me pas këtë pjesë. Kjo roadmap-i i Brixit është diçka që i vendosin edhe këta pastaj i zhvillojnë. Mu s'm ka rrosh shumë me punu me Elementor, për shkak se e meta Elementorit është që gjeneron kod, shumë gjeneron në backend. Vërtet. Pse nëse vendos një blok ose një div ose një diçka, mbrapa gjenerohet këqa shumë kod, që është i panevojshëm, përkundër që Brixi nuk e ka ato, nëse te Brixi e vendos një div, veç ai div shfaqet në pjesën e backendit të kodit. Qështu, definitivisht, po. Elementori tani edhe ka caching problems, jo rrallëherë. Tek versioni i fundit a pat Elementarit një farë përmirësimi dhe kjo pjesa e kodimit se nxjerr shumë kod për shembull në renderim, mirë po tash unë e pash të versionin e fundit që nxjerrën, aty domethënë kishte pas një përmirësim bajagi për shembull këtë pjesë, kështu që nuk gjeneron shumë diva për shembull në moment kur e krijon për shembull një buton ose një seksion, edhe pastaj aty për shembull kishin bërë një përmirësim, mirë po ende normal ka shumë punë për të bërë mirë, po kishin filluar me përmirësu diçka ka kjo pjesë, mos gjenerohet shumë kod, shkaku sepse e gjitha ankesat, shumica 60-70% të ankesave që i shoh në forume, po edhe në YouTube për shembull, po edhe në grupin që e kanë në Facebook, Elementori Pro, në zakonisht i ndjek ato shumica që ankohen në shkaku, sidomos SEO developera që ne për shembull mirëna me SEO, zakonisht ankesa kryesore është domethënë shfaqja e shumë kodit për shembull pa nevojshëm. Tani edhe page speed, padyshim. Po edhe page speed, domethënë ajo domethënë core web vitals. Unë kom vrejt diçka që nëse e vendos një imazh ose një diçka edhe jo rrallëherë, është shumë problematike me pa pjesën e kodit me tek inspect elementi që e ofron Google Chrome. Probleme gjithë është vendos, nuk e vendos në saktë në një hierarki si që kërkon HTML-i. Dhe më thonë, kjo pjesë është pak ma komplikune, realisht që edhe është pak ma sfiduese për pjesën e SEO-s, se kërkon kogja mirë optimizim në pjesën e SEO-s. Ndërsa Brixi është për punën në fillim, nëse merr me punu me Brix, është duket shumë më komplikuar se sa Elementori, por ka opsione të jashtëzakonshme për me zhvillu. Me Brix mundesh me zhvillu komplet website-in custom, do me thonë, din HTML, JavaScript edhe CSS mundesh pa bloqe, pa asnjë gjë tjetër komplet si ti ofron pjesa e Brixit. Edhe mbi gjitha është e ndërtuar varësisht se si funksionon pjesa e HTML-it edhe CSS-it. Për shembull CSS-in ne e dim që punon me klasa edhe variabla, Brixi i përdor këtu jashtëzakonisht mirë. Që kemi me pa kur të filloj me bëni një mini disa section të kodit që kam përgatitur, muna me diskutuar pjesë. Po thuj se unë direkt edhe tani ta kisha dhënë fjalën, unë si përfundim
Deshta veç me, s'po di që më thonë, nashta si lloj këshille për developera se kur vendosin për tech stack-un edhe për madhësinë e veçfaqes, është me marrë sa më shumë informata në fillim për dinamikën. Se për shembull tash muqu me bëni ACF ose me ndërtu një website me Advanced Custom Field ose PHP ose çka do të jetë. Edhe në fund ajo kam me qenë një vizitkarë digjitale e cila njëherë bëhet dhe 3 vjet s'ka me prej klientin të kur gjëç, është pak një overkill. Ku elementori ta mundson shumë thjesht lehtë shpejt me ndërtu një faqe. Njëjtë edhe për MVP ose për klient që as nuk kanë fare design, as Figma. Besoj edhe me Brix është pak ma të lashe për shembull me nxjerr dizajnit bukra kështu, në Elementor në me po ki edhe add-on sa shumë, edhe me që ato add-on sa pak tu bazun të, pak tu i këshyr, po ndërton pa e dizajnit mira, tu marr templates atë gatshme, po më thonë. Ehm, e kështu që gjithmonë që kjo pjesë është e rëndësishme. E kjo pjesa e block-based, edhe kjo du të më menu mirë, se është normal, definitivisht kërkon punë ma shumë backend, ka mu menu mirë çdo blok, për çdo blok kemi menu të mjalon dinamike, title, text, imazhet, për shembull më ndryshu, ka gjasa që ka qef të klienti me mjalon dinamike edhe background color, për shembull nëse çaj bloku e ka një background color, e tjerë e tjerë. Ajo bëhet me Gutenberg, po bëhet edhe me ACF, me Brix, me sa e di unë edhe me Brix, mundet më bë block based, edhe me ndërtu bloqe. A vynë a cefi, as vynë tash nuk pe di, këtu besoj tani Fatoni na na kallzon. Um, edhe për fundën e veç edhe çto, pe bëj share screen-un e shpejt, veç një minutë. Po, pa Uh, tjetër. Diçka që kam më t'i kum dash me testu dhe është kam pëlqen, po s'ku mujt me gjetë kohën kështu tamam, është kjo pjesë. Se dia keni ndëgju në herë për çet grade, Unë jo. kjo grade edhe kjo është faktikisht një theme, ose s'dia mu i me qujt page builders, nuk po jam i sigurt, a është bashkë edhe page builder, faktikisht është block based builder. Grade është shumë e mirë për webfaqe ku te peni venit ki kontroll mbi këtë webfaqe tjera. Do më thonë, për shembull, sidomos për agjencione ose për po dhe privat njerëz që i ndërtojnë dhe i menaxhojnë s'disa webfaqe e kanë centralized pe një veni mujnë mi menaxhu këtë bloqet. Do më thonë që kjo është mas mirë të përmbledh. Grade is a great block-based builder. It's perfect for anyone who wants to centrally control content and design over a number of websites. Tash ti me një ven mund është me hi një blok tondin që ti ki kryu, me ndryshu, dhe mund është me a përcaktu, mi thonë, në qëta të reve faqe ndroja ngjyrën, në qëto 2-3 faqe ndroja qëto, për qatë blok të caktume. Edhe shumë është e lehtë kur ti për shembull me kohë, ama prapë po them, kjo është kur ndërton faqe, çdo herë bloqet që i ndërton me gray që janë shumë të mira, është by the way komplet me Gutenberg e lidh. Mund është centralized mi menaxhu krejtve faqet. Tani ka dhe funksione tjerë, punën e backup, punën e migration, që ka shumë të lehta, mi bo këtë një ven. Edhe mund është tani edhe headless API me bo custom post types, do më thonë ki shumë mundësi, është diçka shumë interesante edhe më të mirën që kanë një mund është komplet pa pare me testu. Do më thënë e merë e downloadon, ta qojnë linkun, e instalon themin edhe eksperimenton me to. Kështu që kush ka në ashta ko pak ma shumë, ka dëshirë, pse jo teston e pak. Besoj kjo është me një drejtim ku, për shembull konkretisht në rast, një klient është një shoqat në Zvicër, e cila për secilin kanton e ka një web faqe të vetën. Tash është klienti është i njëjti, është ai kryesori i shoqatës, po për krejt kantonet të Zvicrës e ka një web faqe. Bloqet janë të ngjajshme, po për shembull din me ndryshu fotot, din me ndryshu ndoshta gjyrat ka pak, varësisht pe kantonit sa në të vogla. Dhe ai për shembull me një great theme mundet 24 vefaqe që mi menaxhu krejt pini venit. Nuk ka nevojë më llogarat në secilën veç e veç edhe më janë ndryshu bloqet ose diçka, po i ka këtë një ven, i ka këtë performancat një ven, i ka do të thonë kodin krejt një ven,
edhe mu ka duk diçka shumë interesante, po prap po kthena për dikoni që veç lyp një faqe thjesht me apo statike, kjo është komplet overkill, apo dhe është s'lidhet me to kur gjë heq, sepse ai do një faqe thjesht dhe unë gjithmonë isha shku me Elementor, do më kisha këshyrë sa më shumë me kry me Elementor, kur është e mundshme. Do më thonë nëse nuk e te i kalojmë një pjesë që lypët shpejtësi ma shumë, lypët siguri ma shumë, ose lypët për shembull editim nga ana e klientit, ose editorial workflow që me mujt me hi dikush me shtu contentin, dikush me bo approve, e tjetër tani me bo publish, e që e ka këtë editorial workflow edhe WordPressit gatshme parimisht. Si të shkojnë që si temash, ku klientit dënë me shtu content, dinamizëm, unë i kisha ik Elementorit, s'mu ka dok deri tajnet e përshtatshme, se edhe krijohet definitivisht shumë kod, e isha shku pastaj me Gutenberg, ACF, pse ju edhe me qit ACPT që e sugjeroj Fatoni, edhe nëse është diçka dhe hala ma madhe, hala ma scale, kështu, pse ju e kisha testu dhe qit grade, po të cilën unë ende s'ku mujt me testu deri në fund se ç'është funksionon, po është deshta me dhomë kështu me veti si input. Ma shumë kohë s'pi u marr, faleminderit. Dhe para se me shku, unë desha edhe një pyetje të ta bëj. Po, Përderisa sa i përket jashta WordPress, sa i përket pjesës së përderisa punoj edhe si project manager, për shembull, çfarë për shembull përdor, çfarë tool apo diçka për menaxhimin e projekteve, po edhe për menaxhimin e kohës, që do të thonë me ditë për shembull se si i maj të gjitha të balansuar. mhm. Po për këtë pjesë normalisht ka toolsa të ndryshme, besoj shumicën edhe e njehni, për shembull, em, Jira përdorum bajgi shumë, edhe për WordPress development. Po edhe Trello, për shembull, për tash më ato jojnë bo dhe bashkë i ka blej komplet, po Jira, Trello si project management tools. Um, Munomi mi pas dokumentet krejt një vend, pse jo me Google Drive, um, intervistën fillestare me klientin, logot, fotot, çka do që dërgon, tekstet, me mujt me mi majt krejt një vend, të updateume, për shkak që shpesher din senet me met na për emaila, na për WhatsAppa, hupin këto sene. Um, Tani për time tracking, nëse për shembull edhe neve na ka ra edhe me pas punëtor time tracking, do më thonë me mu regjistru orët e kështu, e kemi përdor shpesher Clockify si tool e cila është pa pare, do më thonë për një verzion të thjesht, lidhet me Jira, lidhet me s'di a ka project management tool që s'lidhet me të, ka gati add-on për krejt. Kështu që për project management si të tillë, me shtu tool-a kryesi, Jira, Trello, këtu dy i kisha veçu. Ok, super, super. Atë se unë zakonisht e përdor Trello në shumicën e rasteve, po thjesht vetëm desha ta di edhe nga ana jote për shembull cila është më e mira, po besoj se këto janë më të mira, që edhe besoj se janë më efikase. Qashtu. Mu më ka ra me punu me definitivisht me shumë, për shkak që një kohë dhe si outsourcing agencion klasik, kështu, na ju kemi përshtat strukturave të agjencionit partner. Se tash na fillimisht kur kina fillu me hin treg, nuk kina marr klienta përfundim edhe në end clients kështu direkt, po e kina gjetë një agjencion i cili është veç WordPress agency ose marketing agency, edhe veç si add-on i tyne ose si shtojci tyne. Ka pas edhe raste ku komplet departamentin e tyne jena, do më thonë, ata jënë mirë me SEO, jënë mirë me marketing, Google Ads, e pjesën e IT se kanë bo outsource na komplet. E tani najna përshtat gjithmonë në strukturat e tyne, për shkak që ashtu e dën outsourcing. E përmes kësaj një 2 vjet më ka ra me ndryshu tulla kështu në baza mujore. Do më Po. kum punu me ClickUp, kum punu edhe me Notion, Me si PM Monday tool. ke punu, Jo, Monday e përdoret shumë pak në Gjermanofol tregun, e ma shumë në Amerikë. Asana, Asanën më ka ra shkurt, adin kështu pika, ky shmë të më thonë, pika kontaktu se ka pak, po jo me punu shumë. Këtë janë ngjashme. Productive po. është një shumë e mirë, Productive është pak ma e panjoftme, po është shumë e mirë. Notion, ClickUp, Jira, po mas shumë ti me Jira, kështu kryesisht Jira në përdorin e kanë qef mas shumë ti, sidomos në software development. Super edhe të falenderoj shumë për këtë si na i ndavën ne. Me gjithë qef.
Kështu që pjallojmë fjalën Fatonit, masi kem edhe të fol për Brexit kështu, nashta me qëtë harç Po, Fatoni na vetë se jep tonë. dull, mirë për para Fatonit unë e Aha. kisha pas qef Kastrioti nuk ish pak, sepse Kastrioti nuk është që e kam ditë që do jetë pjesë e meetupit, kështu që Kastrioti njëjtë është një WordPress developer, ose si ta quaj nuk e di tash, mirë po njëjtë punon edhe si unë në SEO, edhe kryesisht është në Gjermani, mos gaboj, sepse tash nuk e di fix, sepse nuk është që jena taku live, mirë po që jena shok në LinkedIn, edhe ndjekim njëri tjetrin, kështu që tash ja kisha dhënë fjalën e Kastriotit, edhe me na tregu diçka, edhe me fol diçka nëse ka diçka për me ndajt me neve. Përshëndetje. Përshëndetje Kastrio. Përshëndetje Ilir, përshëndetje edhe juve të tjerëve. Faktikisht unë e hyra këtu se post linkun e Ilirit, se si tha dhe Iliri zakonisht në LinkedIn nifemi sepse nuk është që jena po live enden. Unë jam më shumë të mira me SEO, mirë po jam edhe WordPress developer, edhe më shumë punoj kështu me tregun gjerman, për arsye se zakonisht e kom rejt edhe vet tek pjesa e Gjermanisë ka më shumë kërkesa për SEO, për arsye që tregu është këgja i madh edhe natyra e konsumit është ndryshe sa i përket natyrës konsumit në pjesën e balkonit ku na jetojna. Po kryesisht merra me SEO, mirë po më herët deshta me pyet këtë personin që foli prakisht para teje për Croco Blocks, nuk e di cili foli. Adveu. Adveu. Tash ja bëj kështu një pyetje, kjo Croco Blocks, dhe më thonë më nëshme implementu dhe përmes Elementor Free. Deshta me bo pyetje kështu për shembull, kam një klient në Gjermani, a mëna për shembull përmes Croco Blocks me ja implementu për shembull pjesën e booking, para arsye që kjo merret me gardening, a mëna me bo këto me Croco Blocks apo nuk është e mundshme? Bile kjo Croco Block e ka, nëse shkon, prita bëj share screen. Po mirë. Çka të më kon. Si Ready Solution që ka, do më thonë me këto më nësh me ndërtu çka dush, po edhe si Ready Solution e ka edhe qëtë pjesë. Okej. Daily and hourly services, besoj për gardening, qështu diçka, make an appointment. Kështu që po, kisha me thonë po, se përgjigje. Kjo tash kjo CrocoBlocks, a duhet me instalu si plugin në Po. WordPress apo? Po, plugin është po. Okej, dhe më na me implementu edhe këto tek pjesa e booking. Po, qashtu po. Kjo ka jet plugins përgjithësi, jet plugins është familje, këta kanë shumë plugina. CrocoBlock është më specifik, unë e kështu e marr për me nga aspekti i konceptit tëm është si një lloj alternative ACF-it, po për Elementori përshtatshëm. Edhe një pyetje dytë po, ose zakonisht jam se bëj pyetje këto shumë. Unë WordPress-in në website-in e kam nërejsh me Elementor. Mirë po desha me ty për shembull, tek pjesa për post, për shembull për me bo boost pjesën e sales për më rank, për fjalë kyçe që i duhen. A mundem për shembull tek pjesa për shembull e pages më nërejsh me Elementor, e tek pjesa e postet për shembull më nërejsh me Gutenberg, për arsye që me gjeneru ma pak këtë, a është e mundshme kjo? A përdor ndaj plugin për më ndresh këto Për si Yoast ose Rank Math që pat me fol edhe Iliri më vonë, apo zakonisht e përdori Yoast SEO për SEO. e tash Yoasti për shembull në momentin që instalohet, Yoasti direkt shkon e shton kodin e vet edhe në page edhe në post. Okej. E tash me të kallëzu drejt tash amirët pe Elementorit, amirët pe Gutenbergit edhe qitet s'po muj me ditë ashtu. Duket valonin ashtu, pat me fol diçka. Po valon? Veç je muted në ashtu. Për gjithë, unë jam Joni, dhe më thonë, jam WordPress developer i ri, dhe më thonë. Trajnimet i kom bajt tek Ara Academy, dhe më thonë, ku e kam edhe certifikatën, dhe më thonë, jam i certifikuar si WordPress developer,
Edhe pyetjen që kisha dësht me ja bë atë se unë e kum bë platformën, domethënë projektin e kum pas për shërbime notariale, domethënë të digitalizume. Përmes WordPress-it, domethënë, me mujt mi bë. A kisha mujt edhe unë këtë Crocoblock me shfrytzu këto si plugins që për shembull me ja vlerëtu domethënë edhe punëtorëve të shërbimeve notariale, me ja vlerëtu punën ku klienti me mujt me caktu një datë se kur me shku, po edhe shërbimit notarial me në me u informu ai përmes emailës, domethënë punëtori ose noteri aty më u informu përmes emailës, pra përmes Crocoblockut. Mhm. Po, besoj që po, unë tash bashkë që si rasti shumë karo, edhe kështu konkretisht njëjtin rast me implementu me Crocoblock, po nëse po shihet screeni halo, çto bile ku ka tamam halo man e veçantë jet appointment, e cila besoj është pikërisht për çet pjesë. E pjesa me lidh me email e kështu ish dosh më kon diçka shumë e thjeshtë. Nëse veç nuk është integrated, besoj të tjetë gjithçysh. Kështu që kisha me thonë po, nuk ish dosh më kon problem kjo pjesë. Atë dhe sa i përket më ndërhi, po edhe sa i përket kësaj këtyre me bookingave, po më ja tregu si plugin shtesë, jo përveç Crocoblockut, po për shembull nëse nuk e di ju gara për shembull me përdor late pointing. Jo. Late point jo është, domethënë unë e kum përdor këtë si një plugin për një klient për shembull në Amerikë që ka pas për shembull për dumpster rental reservation, Mhm. edhe ka qenë domethënë gjitha këto që i tha edhe Valoni por edhe Kastrioti, që për shembull dikush nëse dëshiron për shembull bë booking, me ja zgjedh për shembull edhe vetë me ardh emaili atij që ka bë booking, po edhe nëse ka aprovu, por edhe nëse ka refuzu, po edhe ti me i pas në kontrol orët, datat të caktuara, kështu që është domethënë është overall dhe është Okay. full domethënë që i ke të gjitha menaxhimet në një Mm. vend. Kalendar, appointments, services, location, Nice. payments, gjitha i ke këto. Shumë mirë, mirë po do këtë shumë. Um, Besoj që kjo është e mira WordPressit, se ka jashtëzakonisht shumë mundësi, edhe s'besoj s'ka kur gjë që zbohet në WordPress. Um, Unë veç si këshill i kisha thonë gjithë secilit kush do që edhe në avancohet dhe do na me ndërtu diçka dhe më shumë në të ardhmen, është me kriju ka pak ekosisteme. Për shembull, unë e di kena bashkëpunu me agjencion marketingu në Gjermani, të ata për shembull e kam pas fix Elementorin bashkë me familjen e Jet Plugins. Çto i kam përdor dhe çka do që u kon e mundur, as i kanë kqyr për tjera plugina, jo në munu gjithçka me kry me shtu. Normalisht i kam pagu dhe licencat vjetore për krejt këtu, edhe kanë kqyr me kry për shembull me qëtë kombinim. Tash na diskutuam edhe më herët për shembull edhe këtu me ACPT mund është më shtu custom fields-a, me grade mund është mi menaxhu bloqet për një venit për shumë faqe për me njëherë. Që kjo është ideja që me mujt njeri me kryu pak një text take-un të vetën, mi aqit për le të themi 3 lloje të klientave, ai klienti që do një faqe statike të shpejt që aty sa me pas një digital visit card, kështu pe quj, për atë klientin që don për me pas blog, dinamik, don me pas SEO të optimizume, don me pas atë dinamik të mund në atë aspektin shton evenca, shton newsa, do në faqja ka me lëviz, nuk ka me mbet ashtu e njëjta. Edhe ai klienti më i madh për mua kish me qenë ai që me të vërtetë që le të themi çdo javë edhe background image shkon e ndryshon. Edhe atë gjithçysh duhet me ndërtu block based se s'mund është ti edhe s'është interesu mas një agjencion me marrë një punëtor veç për me editu non-stop WordPressin, pa e duhet me ja ndërtu qashtu WordPressin që një content editor pa asnjë coding skills me mujt me hi ose me Crocoblock ose me ACF ose ndoshta edhe me qet ACPT të cilën s'tash s'penjof, se të mora versat. Për to është një lloj formulari, ai ndryshon fotot aty, shtën tekstet, i ndryshon senet. Kjo praktikohet shumë jashtë. Do më thonë, në Zvicër sidomos, um, është ajo sustainability, e kisha quajtur me një fjalë. Kërkon shumë fillim punë, dhe du të me menu taksonomin komplet, du të me menu kategoritë që kanë më bo, konceptet fillestare, është pak e mundimshme në fillim, po momentin që janë definu krejt, atëherë
Veçfaqja menaxhohet prej njerëzve pa asnjë coding skills dhe pa asnjë design skills, sepse veç ka me ndryshu se ana është as drag and drop bile nuk është veç ndryshim dinamik formular, që shpequt. E qëtu nëse mundet njeri me bo, e pa dyshim tani për se cilën rast të specifike, ki na i rast, na i klient, na i diçka që dyshiron diçka, hëllum të njeri që edhe kjo me të vërtet për duket më kun shumë e mirë, edhe gjenë plugina besoj për gjithçka. Um, që kjo kish me qenë nga ana jem, kështu si për mbledhje, s'u di që më pendjej si një lloj informati që kam gjithë qef me dhonë developera në Kosovë, se kur e kuptojnë këtë konceptuimin e faqes fillim koncepti që është me kriju, besoj tani zhvillimi është diçka që bëhet, është më e lehtë. Ëm, Kështu që me kriju një farë ekosistemi internal me plugina cilën i përdor, cilën më mënu përmbajt aty në besoj shkon të e thellu ekspertizën gjithmonë edhe besoj më rrinë një farë forme edhe në tregun e jashtë me ofru cilësi pa pikë problemi. Ok, super atë të se ka tash nuk e di Kastrioti, a kishte më duket se edhe një pyetje me ta bëu ose nuk e di çfarë. Po, e po tani pyetje kështë, për shembull sa i përket themes, për shembull themes që janë tek theme forest paguara ose themet për shembull që janë kështë free në WordPress, si Astra se këtu. Sa i përket vetëm sa i përket cilësisë ose shpejtësisë një website normal ka shumë faktorë ato që ndikojnë. Zakonisht në këtë ndërshë këta me WordPress zakonisht themat do edhe që i blej për shembull tek theme forest. Mirë, po sa i përket cilësisë për shembull ose shpejtësisë website-it, po foli për anën teknike, jo anën vizuale. A është më mirë për shembull me ndërtu një website prej fillimit me Elementor apo varet edhe për shembull se çfarë themit dhe me zgjedh ti për shembull për një projekt të caktuar, apo ke varet prej qëllimeve klientit. Vetëm si pyetje kështu thashë të bëj. Ilir, edhe ti besoj ke eksperiencë me këtë pjesë shpëndën veçor no. Po, unë sa i përket kësaj pjese, për shembull, ke pjesa e Theme Forest edhe mua ka ra për shembull shpesh blej thimsa, zakonisht ndoshta edhe tek akaunti që i kom arrit aty me blej gati mbi 30 ndoshta. Mirë, po për shembull ka thimsa aty zakonisht për shembull unë thimsat në Theme Forest i blej vetëm për klientat e cilët domethënë nuk din asgjë rreth website-it, s'kan lidhje asgjë, thjesht më bën thotë bëm një website. Mi thon çfarë website-i thotë ta le gjithçka ti në dorë, bëj çka dush ti. Edhe unë e di që për shembull di vetë çka bëj, thjesht shkoj marr një theme e blej sepse nuk duhet për shembull tu më kohë ta zhvilloj prej zero. Për shembull shkoj blej një theme, edhe instaloj, bëj ndryshimet, për shembull edhe normal ja jap si website. Edhe pastaj pjesën se dëshiron për shembull ti bëj ndonjë basic SEO ose jo, mirë po edhe pse ato zero nuk e kupton. Mirë po sa i përket për shembull pjesës së një klienti ku të kërkon diçka pak më ekstra, ka shumë kërkesa pak më detajzuar, zakonisht gjithmonë shkoj domethënë me Elementor, domethënë e krijoj prej zero ose për shembull e përdor Blocksy theme. Blocksy theme besoj se e keni parë shpesh që e sugjeroj unë, edhe ja kum shpesh e sugjeroj dhe do ta sugjeroj gjithmonë. Është një prej themesave që është Blocksy, domethënë është me blogje, është tepër i mirë, tepër i avancuar dhe kodin e ka shumë të lehtë ka, kështu që sa i përket kësaj pjese Kastriot tash edhe pse normal ti ndoshta që nuk kesh klienta ndryshëm, mirë po në moment kur një klient do të vjen do të thotë për shembull bëm një website, mirë po thotë dëshiron thotë bëm thjesht, nuk di unë çka do vendosësh ti, bëje ti si don ti, automatikisht kisha preferuar domethënë shko drejt në Theme Forest, bleje një, ndryshoje kontentin, bën ndryshime çfarë do bësh, për shembull dhe ja dorëzon, sepse edhe ti kurse në shumë kohë, mirë po edhe klientit nuk është që intereson ti se a ka humbë kohë për shembull ditë me Elementor apo jo. Atij nuk është intereson. Mirë po nëse për shembull ke një klient i cili për shembull ka kërkesa specifike, edhe pastaj e kupton edhe çka do të thonë dizajni, kupton strukturën, kupton se edhe SEO-ja është shumë e rëndësishme, atëherë normal kisha sugjeruar domethënë me shku prej fillimit domethënë me implementu ose nëse ke për shembull ndonjë bashkëpunëtor me dizajner për shembull me ta dhënë dizajnin Figma apo me marr për shembull ndonjë website kështu si shembull, për shembull gjen internet kështu modele website-sh, edhe në bazë të asaj për shembull fillon
bën shembull rindërtim në website, se bën prej fillimi. Kështu që kur e ndërton prej fillimi, dim për shembull se çka ka bë, për shembull nuk vendos për shembull section pa lidhje ose gjëra pa lidhje që ndoshta do ta marrin shumë më shumë pjesën e technical hapësirës. Kurse sa i përket për shembull tek Theme Forest ose për shembull nëse ndërton vetëm elementar, a ka ndonjë impakt për shembull tek pjesa e indeksimit të website-it apo nuk ka fare impakti të madh për shembull për indeks niche? Për indeks për shembull, sa i përket pjesës së themes, kur blen për shembull theme, edhe ka për shembull foto ose content i cili është më thënë paraprakisht është i vetë themit, gjasat për të indeksuar janë shumë të vogla, negative. Pse? Një prej arsyeve kryesore që për shembull nëse një theme i cili është i shitur në Theme Forest 3000, 10000 herë, ai theme domethënë është përdorur për shumë industri të ndryshme, edhe nga shumë domen të ndryshme. Kështu që tash aty janë të vendosme për shembull 100 fotografi që janë të vendosme po të njëjtat fotografi në një të instaluara në 2000-3000 domene. Kështu që ato fotografi janë të themit, edhe Google këto nuk i dëshiron, nuk i ka qef, sepse thotë kjo është diçka që është duplicate ose është diçka që o përdor shumë shpesh. Edhe Google e ka shumë dëshirë për shembull gjërat që janë pasër tuja, domethënë ose që janë marrë me të gatshme. Po sugjeron me janë ndru contentin komplet, që kemi foto. Komplet, domethënë, sidomos në çështjen e fotografive, domethënë të kesh kujdes t'ja largosh gjitha, edhe pastaj për shembull me hi për shembull në një moment vetëm sa ta bëj për shembull share, edhe për shembull nëse për shembull e marrin një website, shembull i lirë në Ziri, edhe ose shkojmë për shembull në Google edhe shohim site, duket se kështu ishte, edhe i shikojmë për shembull gjitha page-at, automatikisht për shembull përdore këtë stilin, edhe tek thimi ku do e blesh, edhe tek domeni i ri, përdore këtë për shembull dhe mi shiku të gjitha pages që nëse ka për shembull page-at që janë të indeksuar me thimit, automatikisht shikoj për shembull dhe bëj domethënë de-index ose bëj delete, bëj redirect me 404, deleted content, edhe për shembull shko te Google Search Console direkt, edhe për shembull shko tek pages, edhe tek removals për shembull e merr linkun, një prej linkave për shembull, nëse e dëshirojmë ta marr këtë, edhe shik këtu për shembull, edhe shkoj e bëj për shembull këtë de-index, për shembull outdated content ose për shembull temporarily removes ose diçka tjetër. New request, edhe për shembull këtë e vendos si link edhe e largon komplet pi Google-it ose të thimit që do e blejsh, që pastaj mos të bëne problem kjo edhe në rankim për shembull, do të rankohet ai thimi ose ai page i thimit për një keyword caktuar, ndërsa ti komplet e ke kontentin për një keyword caktuar. No, domethënë tek pjesa e removals, domethënë e bën submit për shembull në borët prej indeksimit. Po se kum vrejt, arsyeja pse pyeta është zakonisht kur i komplet tek Theme Forest zakonisht kur shkon tek technical ose tek Google Search Console, një pjesë shumë e madhe e foseve nuk mu indeksoj. Njëna pjesë arsye domethënë më kam qenë tek pjesa e fotografive që janë shumë ngjashme. Po, fotografive dhe një prej për shembull pjesëve që nuk indeksohet për shembull është kjo crawlet, ndërsa ato currently not indexed. Besoj se këto i ke parë për shembull Google, unë kam për shembull klientat që ndoshta ka për shembull një prej klientave që e kam kështu për shembull këtë, për shembull ka disa pages që ndoshta më real, për shembull japja kështu crawlet për shembull currently not indexed. E për shembull duke page-a të cilat domethënë dalin si duplicate ose bëhen për shembull canonicalized, çka është kjo për shembull kur si tha vet Kastrioti. Fillim kur ndërtohet si tha Adveu, kur në fillim nëse nuk din ta rregullosh pjesën e taksonomisë ose pjesën e taksave, këto për shembull bëjnë problem. Për shembull ja kjo. Për shembull, tu kriju për shembull një blok kategori Turki për shembull. Edhe shiftaj çfarë del. Tu për shembull del our blog, ndërsa për shembull ka diçka tjetër. Nëse ku shih për shembull tek travel blog, për shembull blogu është kjo, të cilët domethënë unë këtu i krijoj. E tash në bazë këtyre kur për shembull një website krijohet prej fillimi gabim, zakonisht duhet shumë kohë pastaj për shembull për të rregulluar gjërat, për shembull sepse dalin këto errorat që është shumë ti quaj shumë të zdi do një fjalë pak shumë këshia, domethënë që i bëjmë problem shumë edhe pastaj klienti kërkon me shpejtësi për të rregulluar, ndërsa Google i don shumë kohë. Kështu që të kesh kujdes për shembull këto duplicate canonical
prej thimsave e kështu me radhë. Zakonisht problemat më që e kam pasur është që më shumë pikë aty crawled but not indexed. Kështu. Po, domethënë kjo është domethënë pse disa PRC-ve, përsa janë këtu për shembull atëherës do filloj do flas pak për SEO, edhe në fund domethënë do ja lej për Fatonit Brixin edhe pastaj domethënë jam sa jam këtu që mos e dekoncentroj pastaj temën. Jam sa jam këtu atëherës do flas pak për SEO, do flasësh edhe ti, marrim edhe prej eksperiencës tonë dije. Tash çka ndodh, për shembull, kur shkojmë në technical SEO, marrim domethënë dije ose shikojmë çka ka ndodhur. Për shembull, page with redirect, janë page-at të cilat domethënë ne kena bërë direkte, edhe për shembull i kena vendosur prej në rank math apo prej dikun tjetër e kështu me radhë. Tash do të tregoj edhe prej në rank math për shembull se si vendosen këto ose si funksionon kjo pjesë. Pastaj sa i përket pjesës së not found, çka është not found? Pse dalin page-at not found? Page-at not found dalin shkakut që ka disa page-a që kanë qenë të ekzistuar, mirë po jo fshi ose janë ndryshuar për shembull URL-sa. Ose për shembull nëse ndodh për shembull tek Ilir Neziri, edhe pastaj tu ka diçka pa lidhje, automatikisht kjo bëhet domethënë 404 edhe tek Google-i domethënë me njëherë kjo not found. Dhe këto janë disa linka që nuk janë se janë problematike, shkaku se këto janë not found janë pjesë që janë kërkume ose janë fshime. E çka do të bësh këto, domethënë këto gjithmonë do të monitorohen gjatë gjithë kohës, i merr këto si linka, çka bën për shembull në çështë i bësh eksport, i bën download CSV, pasi i bën download CSV për shembull, shkon për shembull tek rank math, mirë po unë do për shembull ta hap rank math SEO për ta pa për shembull tash vetëm një moment sa jam këtu për shembull. Një moment, okay. Okej, tash jam sa jam këtu një prej hostimeve, një prej kompanive për hostim, domethënë që e përdor unë edhe që jam fan si flak është Hostingeri, kështu që ja sugjeroj gjithëve ato të cilët domethënë punojnë me WordPress, që më përdor pjesën e Hostingerit. Tash unë do shik tek website im edhe më shiku për shembull këtë pjesën e WordPressit. Edhe tash sa i përket pjesës page-eve, tash i kena për shembull excluded by no index. Çka kjo? No index i tregon Google-it faqat ekzistone, mirë po mos e bëj index. Çka ndodh kjo? Kjo ishte edhe njëra nga pyetjet e mia në cilën kompani për host dhe domain me preferoni për website të thjeshtë. Samir, ajo që ta sugjeroj domethënë për website të thjeshtë është përdorë Hostingerin, ka çmime shumë mira, shumë avancuara, plus ke domethënë një domain free nëse e blen për shembull një prej paketave të tjera. Kështu që as pa dyshim ta sugjeroj domethënë Hostingerin. Kështu që e ke domethënë të 100%. Ndërsa një prej kompanive që domethënë një që nuk ju sugjeroj, domethënë mos e bleni asnjëherë është Bluehost, që është një prej kompanive më manipuluese që bën në sales edhe në support, kështu që kam pas shumë eksperjenca të këqija me atë dhe ende i kam një klientit që i ka do website, kështu që mos dal jashtë temës, kështu që u sugjeroj Hostingeri. Okej, tash ku shkoj tek rank mathi, edhe për shembull shkoj tek pjesa redirections. Tek pjesa redirections e kena për shembull këtu janë redirektimet që i kam bënë, edhe pastaj nëse dëshiroj për shembull me bëre redirect tjetër, e krijoj për shembull atë një new redirect, edhe këtu e kena për shembull source pjesën e page-it, për shembull cilën page dëshirojmë ta bëjmë redirect, unë për shembull dëshiroj ta bëj redirect të pjesën këtu, edhe shkoj vendos për shembull linkun, edhe për shembull dëshiroj për shembull cilën destination ta bëj redirect. Ne unë i them home page ose ku dëshiroj unë, edhe tash e zgjedhim çfarë type të redirection është. A është për shembull permanent move apo për shembull është 300D apo 307 ose nëse është për shembull content delete e bën 410 e kështu me radhë, pastaj e bën save. Por çka ndodh? Nëse për shembull kena më shumë redirekte, shkojmë dhe bëjmë import. E bëjmë import CSV file-in, atë file të cilin ne e bëm download, edhe e bën import, edhe pasi e bëjmë import, atëherë domethënë
automatikisht këto i bëjmë redirect me bulk. Kështu që është një prej opsione më të mirave nëse kena për shembull page-a ose për shembull kompanitë që kanë shumë redirecte. Edhe tash pjesa tjetër çka është, janë për shembull bllokët me 4x4 issues. Për shembull kjo ndodh pi rank math-it, si ndodh kjo, ke robot.txt file-i, ku shkojmë për shembull tek general settings, edhe shkojmë tek robot.txt file-i, është një prej file-ave më të rëndësishëm, i cili domethënë nëse këtu bën një gabim, pastaj në Google ndodhin shumë gabime, pata para një jave pata një rast konkret ku në robot.txt file ishte që mos bën index faqet, kështu që aty pastaj shkova ndryshova prej file manager. Tash tek pjesa e disallow e kena këtë pjesën e VP admini që normal nuk do ta bëjmë atë index sepse është diçka kredenciale, më na vjedhin mos na bëjnë sulm për shembull në website. Edhe për shembull ku shkrim këtë pjesë e gjejmë këtë linkun, Ajaxin. Kështu që është pjesa që e bën vet rank math-i, e bën këtu by default, kështu që është kjo pjesa këtu. Sa i përket pastaj pjesës së për shembull duplicate without user select canonical, çka është kjo për shembull canonical, do ju tregoj edhe diçka. Në moment për shembull kur ke page-a që janë për shembull të njëjta, kanë njëjtën design. Për shembull dhe e marr unë tek website-i, nëse edhe pse s'kam shumë pages, për shembull të shik në blogave, edhe quaj për shembull se ky blogu këtu, edhe ky blogu këtu për shembull janë shumë të njëjta. Dhe kanë strukturën e njëjtë, edhe Google tash ka filluar edhe me bë duplicate user domethënë si quhet kjo domethënë user select canonical. E çka ndodh? Google thot unë tash i kom dy page-a duplicate, edhe thot useri nuk din për shembull cilën ta zgjedhë. Ose cilën ne për shembull t'ja shfaqim userit. Okej, çka ndodh? Nëse për shembull i kena dy page-a, edhe ne dëshirojmë që këto dy page-a të cilat janë të njëjta, për shembull kjo këtu, edhe kjo këtu, për keywordin e caktuar, për shembull why local SEO is essential, e tash unë dëshiroj për shembull local SEO keywordi, dëshiroj të rankohet për këtë page, jo për këtë. E çka them? Unë i them Google-it se okay, tash unë do vi tek postat, edhe do shkoj tek page-i why local SEO, e bëj edit. Edhe këtu opsion ka për shembull rank math-i, ku shkon këtu lart tek rank math-i, edhe shkon te pjesa e advanced, edhe kena këtë pjesën canonical user URL. Çka është canonical? Tash ne i thona që ky page-i, ky blogu që është kjo këtu, e morim si link, edhe i thena që ky blog unë do e vënë linkun që është i njëjti blog, domethënë këtë blog për këtë keyword, këtë link do e shfaqesh. Edhe bëjmë domethënë linkun e kësaj, i thena që canonicali i kësaj do jetë vet kjo pjesa. Sepse donjëherë Google i bën duplicate, për shembull, i bën duplicate faqet, page-at e njëjtë, mirë pa mos na tregu neve. Kështu ne tash vimi i thona Google që do e bësh canonical po të njëjtën faqe me po të njëjtën link. Sepse ndoshta Google mund ta ndryshojë. Kështu që tash kjo është opsioni kur ndodh ketë për shembull canonical duplicate pages. Edhe për shembull e kena pjesën e choose different canonical than user. Kjo është për shembull kur çket si e shpjegum tash, edhe për shembull e kena pjesën e alternate page with canonical tag. Çka është canonical tag? Zakonisht shpesh ndodh për shembull kur krijojmë kategori ose kur krijojmë për shembull kur e bëjmë setup Google, çka ndodh? Shkojmë tek rank math-i, edhe shkojmë sitemap settings, edhe tek sitemap-i i tregojmë Google-it çfarë dëshirojmë për shembull me i vendos kategoritë ose jo, taksonomisë, këtë që përmendi atë dhe. E ku shkojmë tek taksonomisë, shkojmë kategorisë. Edhe i thena që kena për shembull include in sitemap tags, include in HTML sitemap. Edhe tash kena tags. Zakonisht ja preferoj që tagsat mos i vendosin në sitemap, sepse këto domethënë që vendosen në sitemap, atëherë zakonisht fillojnë dalin këto problemet e këtyre alternate page with canonical tags, duplicate pages, e kështu me radhë. Zakonisht problemet bazë që vijnë është domethënë kur ndodh i bëjmë tags, i bëjmë domethënë në sitemap. Kështu që këto mos i bëni enable, mbani kështu siç janë, kështu që mos keni probleme për shembull të ardhmen me duplicate pages e kështu me radhë.
edhe pastaj e kena të fundit për shembull që ishte crawled, currently not indexed. Çka do të thonë kjo? Kjo ndodh për shembull disa arsye ka për shembull pse Google e bën crawl, mirë po nuk e bën indexed. Çka është dallimi mes crawl edhe not indexed? Për shembull Google, motorat e kërkimit përdorin një Spider-Man, një spider si ta quajmë edhe ai spideri për shembull vjen tek website-i, për shembull Ilir Neziri, edhe vjen edhe e shikon këtë website-in edhe e bën crawl, domethënë vjen shkon në databazën e Google-it, shkon e i bën crawl website-at, edhe e bën crawl edhe e shikon çfarë ka ky website. A është kontenti duplicate, a nuk është duplicate, e kështu me radhë. Pasi e bën crawl, edhe e shikon për ta bërë indexed. Mirë po, çka ndodh për shembull kur nuk bëhet indexed, edhe del kjo currently not indexed. Një, prej këtyre është shkaku që është thin content. Çka është thin content? Thin content është për shembull kur e krijon një page, mirë po nuk ka content. S'ka as call to action, nuk ka për shembull diçka që ka case studies ose nuk ka content, është thjesht një page që s'ka asgjë. Për shembull, ndoshta mund të ketë një fotografi, një buton, content nuk ka as pak, për shembull nuk as 1000 fjalë, ndoshta nuk i ka, e kështu me radhë, dhe këtë quan Google content të varfër, domethënë nuk ka content mirë edhe pse ta rankon, domethënë, e kështu me radhë. Arsyeja e dytë është për shembull pse ndodh që bëhet crawl dhe nuk indeksohet, është shkaku i duplicate pages. Çka duplicate pages, për shembull nëse një seksion, për shembull këtë seksionin këtu, e përdorin për shembull copy paste në 10 page atje. Edhe kjo domethënë është bëhet duplicate, bëhet edhe Google domethënë nuk e bën indexed këtë faqe, edhe arsye tjetër për shembull pse nuk ndodh për shembull që nuk vendoset edhe nuk bëhet, është shkaku i nëse ka për shembull shumë linka brenda faqes, ose linka të cilat domethënë kanë broken, për shembull ti ke vendos butonin contact us, butoni as nuk funksionon, ose e ka për shembull në vend të çon tek page-i contact us, dërgon tek about ose diku tjetër, domethënë komplet ja ka huq për shembull pjesën e linksave ose i ka për shembull broken e kështu me radhë. Okej, Ardhet, falenderojmë përzemërsisht për dijen që shpërndajte me neve, edhe që ishe pjesë e këtij takimi online, kështu që të falenderoj nga zemra edhe shpresoj që takimet e radhës përsëri të jena së bashku edhe të ndajmë përsëri sa më shumë gjëra. Faleminderit edhe juve, veç suksese inshallah, me të mira. Po, me të mira Ardhet, falenderoj. Lufshi mirë të më. Okej, unë kjo ishte të thënë disa prej arsyeve që mos marr edhe më shumë kohë. Besoj se Kastriot këto janë disa prej arsyeve teknikale që ndodhin këto probleme, kështu që domethënë duhet mi vendit evidentu për shembull prej fillim, kështu që kesh kujdes domethënë kur ti blesh shtimat në ThemeForest. Po, kjo është edhe një ndër arsyet. Për arsye që zakonisht në page-in edhe backlinks e kanë bërë kaq mirë, po ka pas pjesë kështu kur është kështu teknikisht për shembull shumë gabime, edhe pse për shembull pjesa e page-it edhe off page-it kanë shumë mirë, apesa nuk më ki kështu me u ranku këxhanal. Shkoko që technical tash peluni pjesë këxhatmove kështu në sell. Po. Për këtë arsye. Mirë, po falenderoj për përgjigjet. S'ka përse Kastriot edhe diçka ta kesh parasysh, besoj se ndoshta e din, kur e installon një theme, zakonisht shkon tek settings, tek pjesa e reading, edhe bëhet për shembull të butonin tik që mos search engine visibility mos e bën për shembull index, përderisa jetu punu. E bën këtë për shembull tik edhe pastaj largon. Po, edhe e përdori edhe këto. Mirë, po vetëm te pjesa teknike zakonisht e kumbrete se kur i besha për ThemeForestit, edhe kur i besha vet, e vresha një dallim kështu enorm, dallim shumë të madh. Zakonisht tek ThemeForest kit page-at asnjëherë nuk më indeksoj ki. Shkoku i double contentit. Mirë, po kur i besha me Elementor ose kur i besha me Astra ose me një tjetër, zakonisht u indeksation krejt. Po. Çështu vazhdon, domethënë gjithmonë këto ti kesh parasysh që besoj se pastaj do kesh më shumë progres për tu indeksuar më shpejt. Okej, atëherë pa mos më shumë kohë, ja lej fjalën e Fatonit sepse pat një problem me internetin edhe ishte i dalet nga kjo pjesë, kështu që
Faton lirisht mund të fillosh ta bëjmë pjesën e fundit të krijimit në një homepage ose një disa section me bricks që i përdor ti edhe që i krijon për nxjerrje. Kështu që lirisht fjala është jote edhe screen share është joti. Faleminderit Ilir, faleminderit gjithë pranishmet këtu. Po bëj screen share. Që besoj se edhe Kastrioti ndoshta do i him punë kjo pjesa sepse dash vetë se ka hi me WordPress është të punu, kështu që do ishte mirë për shembull ta ndjekim Fatoni sepse edhe unë nuk është që jam i mirë në Brix, kështu që do përfitojmë prej Fatonit sa më shumë, për edhe ato që do na ndjekin në YouTube do përfitojmë prej Fatonit, do përfitojmë. Okej, Faton lirisht mund të nisësh. Apo shifet Ilir? Po, ekstra është. Okej. Më falë pak Ilir. Më falë Ilir që po bëjmë edhe herë screen share. Në rregull është, domethënë duket ekrani. Okej, a është në rregull apo duket? Po, në rregull është, gjithçka në rregull është. Okej. Kemi këtë pjesën, po besoj kjo është pjesa që kemi këta dy section kemi 2 ose 3, sot na mjaftë koha, këtë pjesë kemi realizu, është komplet from scratch, është kemi me realizu, këtë pjesë unë e kom bërë paraprakisht, pastaj zbashko po e zhvilloj. Kemi pjesën e disa pjesë të variablave i kom nda këtu. Këtu i kom nda disa pjesë të variablave që kanë me navdesht gjatë zhvillimit. Unë pa shkoj këtë pjesën për bëj edit with bricks. Apo dëgjohëm në rregull? Po, në rregull je. Kjo është poster, që ka na vy neve për me realizu këtë pjesën të që po shifet. Keme po si me realizu. Këtu na duhen po shtojmë një section edhe po e mbrojmë për shembull benefits section. Pastaj automatikisht briksi brenda është një kontinjer, për një mbështjellës dhe këto po bëjmë që benefits. Pastaj çka na duhet për me zhvillu këtë pjesë, na duhet një div, një blok për këtë pjesë e lartë, edhe një blok për këtë pjesën këtu. Po i shtojmë 2 bloqe. Ky bloku në altë është për këtë titullin, benefits dhe këtë pjesën këtu. Çka bëjmë këtu? Këtu na vjen një basic text. Një basic text na vjen një heading edhe asgjë tjetër, këtë pjesë. Çka kemi bën këtu? Këtu kemi më bën që e kemi këtë pjesën benefits. Unë po kopjoj. Po gjoj këtu. Edhe këtë pjesën e titullit, që realisht kemi me nda në 2 pjesë. Qysh me realizu këtë pjesën, dhe kemi disa variabla. Edhe këtu, po bëjmë kështu. Qa po bëjmë, unë këtu për marrë një tek pjesa heading, për me bëjmë kështu me 2 ngjyra. Unë për marrë këtë pjesën e maximum saving, për bëjmë një span, dhe për e lën një klasë,
Pjaloni klas special për shembull. Po e mbroj special. Special. Ku më pastaj, në bazë së klase, ne kemi ndru ngjyrën kësaj. Edhe po mbylli këtë span. Po lën kështu njëherë, pastaj e dizajnoj. Çka po na thet kjo? Po na thet që me qitë në mes. Me i vendos në mes. Kjo na vendos në mes. Edhe tash të kjo pjesa këtu të benefits, për shohim që është një farë ngjyra mbrapa vijë dhe po është një farë divi brenda. Një farë asi. Si me po këto, shkojmë me inspect, edhe shohimi kjo pjesa këtu, i shohimi që ka padding top, edhe padding bottom edhe top, i ka 0.8 gram, dërso right and left i ka 1.6 gram. Çka bëjmë ne? Ne shkojmë këtu tek paddings, unë e kom marrë këtu, i kom vendos, vish të shof. Nuk i pasna që tash po e bëjmë. Këtu kemi pjesën e variabla, edhe po shkruju në një variabl këtu, për shembull padding top edhe bottom. Po bëjmë këtu për shembull e patëm 0.8 ose 0.8 ram. Pse po bëj këto? Që mi po se briksi çka na mundset. Dhe pastaj të kjo pjesa shkoj tek pjesa layoutit edhe e thiri këtu pjesën lartë edhe poshtë. Që kemi pjesën variabl, edhe këtu që kemi lartë edhe si na boni. Tash po shtoj edhe për pjesën padding right and left, po shtoj prap një variabl që pi tregoj që merre nga 1.6 ram. Prap po shkoj këtu, po shtoj një padding left right, edhe po vendosi një vlerë 1.6 ram. Edhe po ruj. Pa shkoj këtu, edhe prap e thiri këtë pjesën e right edhe left. E shikut? Pastaj, çka po na vyn, e ka s'di sa po e vrejni, apo shihet Ilir? Po, këtë në rregull është. Apo e vrejni që e ka këtë pjesën e border radius e ka 80 piksela. Ne po ja bëjmë border radius në 80 piksela. Kemi këtë pjesën të style, i kemi ndonë këtu te briksi, po mujmë edhe këtë pjesën kënej. Ku kemi të pjesa border, e kemi këtë pjesën e radius që realisht unë po krijoj një variabl që e thiri këtë pjesën 80% ose full. Që po bëj këtu një border. Edhe po bëjmë për shembull 100%. Atje është 80, po këtu po bëjmë 100%. Edhe tek pjesa këtu po e thiri me variabl. Shkojmë këtu, e bëjmë link, edhe thiri këtë pjesën se dhja rujta. Border radius, ok. Nuk është të marujt. E kam, është briksi 2.0, edhe është në pjesën që s'muna me përdor ande në live site, edhe i ka disa probleme që në këtë rast nuk për ma shfos. Po çka bëjmë në peshuj këtu 100%. Realisht e bëni pak ma shumë. Çka po bëjmë në përbëjmë 80%, sikur atje. E shikojmë këtë pjesën 80 piksela, më falë, jo 80%, po 80 piksela, edhe e boni sak. Zisa po vrejnë, e ka një farë ngjyre kjo, mbrapa. Këtë ngjyre mbrapa, kemi që të farë ngjyren këtu, edhe unë po marrë për kopjajt, për shkak me shpejtu më shpejt punën, edhe për krijoj një variabl, që na jep kolor, veç ta shoh si mja vendos emrin,
kolor 2. Po vendosi edhe po vendosi vlerën. Edhe po ruj. Pa shkoj tek pjesa e background, pjesa këtu, edhe po shkoj e kemi këtë pjesën e variabla, edhe po thirë e kemi kolor 2. Ja ku e mor këtë pjesën kolor. Nuk po ndala më shumë këtu për shkak që s'po na më jafta koha, shkojmë tek pjesa si me realizu sa kështu. E shohimi që kjo clean energy edhe maximum saving është në 2 pjesë. Çka bëjmë këtu? Shkojmë te heading. Dhe tek pjesa këtu po e bëjmë një break. Edhe po gjujmë poshtë. Çka po shohim diçka tjetër? Po shohim që këtu nuk janë në mes, si janë këtu. Për me bon këtë, shkojmë tek pjesa style, të topografi edhe i thojmë që vendosna në center. Si me realizu këtë maximum saving, si me vendos këtu. E kemi kriju një klas special, tek pjesa special, këtë pjesën e kopjoj këtë klas, e kemi këtu të CSS-in, edhe shkojmë, e bëjmë këtë pjesën root, edhe kjo, e vendosim një, e bëjmë kolor, 2 pika, shkojmë e shofum çfarë ngjyre ka kjo. Unë e kom marrë këtu tek pjesa variablas, po nuk e di sakt se është ngjyra, kështu që e shoj këtë pjesën këtë, edhe e shikoj kjo është ngjyra. Pe krijoj një variabel për këtë ngjyrën, që kështu pe apot, në këtë rast, çka po bëjmë, po du me thirrë që të ngjyrë përmes variables, jo direkt kështu. Po krijoj një variabel, për shembull kolor primare dhe po vendosi këtë. Edhe po ja bëj save. Si me thirrë në CSS, shkojmë var, viz edhe a shoh se e kemi ja. Në pjesën e emërimit edhe e mor këtë pjesë. Edhe realisht u bë kjo kështu. Pe shohim që kemi një farë hapësire këtu mes benefits edhe kjo pjesën, e shohim sa kemi, e kemi dikon rreth kemi gap 2.4 am. Çka bëjmë ne? Shkojmë te kjo, i kemi pjesën këtu kolon gap, që është për kolon, kur është pjesa për kolon, edhe pjesën tjetër e kemi kur e kemi në row. Këtë rast, ne kemi në row, ne mujmë me bon se 2.4 RAM, edhe kështu, u realizu. Po shë du unë me bon, po du që komplet këtë pjesën me bon me variabel. Pse me variabel me bon këto, që unë nëse mas me ime ndru të në kohën këtë pjesë, unë po bëj një variabel, këtu, edhe po bëj row gap. 1. Edhe po thojmë 5 RAM. Po ruj. Pse e bona 5 RAM, e bona me qëllim, po heki këtu, edhe keni këtë row gap, e shikoni këtu. Ta shumë nuk pa du me ndryshu fare këtu, asgjë. Kjo është variabla që e thira këtu. Unë po du tash me shku te kjo variabla këtu, edhe këtë 5 RAM-in me ndryshu, edhe me bon për shembull 2.4. Edhe ja bëj save. Edhe shikoni këtu që shmandron vlera. Do me thonë, supozani që e keni këtë variabel e keni në 100 vende në website, edhe mas me shku në së cilën vend ku është kjo variabel, ku është kjo row gap-i, me ndryshu mënyrë manuale, për shembull pe 5 RAM-it me bon në 2.4 RAM, na kemi kriju një variabel ku nga ja variabel në vetëm një vend në pjesën e menaxhimit variabla që na mundson Brixi, ne vetë ndryshojmë këtu automatikisht në të gjitha vendet ku është e thirrur kjo variabel ndryshohet. Nëse e bëmë ne këtu 8 RAM, me pa edhe herë ndryshimin, 8 RAM,
a përsheni se e rriti. Tetëra, do më thonë, Brixi e ka këtë mundësin që një RAM me ka barazi me 10 piksela. Brixi e jep sak. Realisht RAM-i është 16 piksela, po Brixi e ka 62 pik diçka % që i bjen sakt i bjen 10 piksela. Nëse ne vendosim një RAM, është një sikur me vendos 10 piksela. Nëse vendosim 8 RAM, është një sikur me vendos 8 piksela. Këtë rast po kthej këtë pjesën, po bëjmë 2.4. Edhe kjo u përfundu. E shofim ne që e kemi këtu një farë hapësire lartë. Hapësire tek section, e kemi një farë hapësire 8 RAM. Çka me bon këtu, e morëm që të section, po do me bon 8 RAM. Me largu lartë edhe poshtë. Ne mujmë me shu këtu, të padding, me bon 8 RAM, edhe është okej. Por çka nëse i kemi 100 vena këtë 8 ramin këtë paddingun, edhe klienti më bën a thet neve, jo se 8 ram është shumë, zvogla më bëma 6 ram. Tash supozojmë me shu në për 100 vende në për këtë website-in edhe më ndryshu këto më bën 6 ram. Çka bëjmë? Unë krijoj një variabël këtu. Edhe them e vendosi një emër për shembull padding section. Edhe vendosi 8 ram. Dhe bëj save. Padding section. Emrat e variablav mundini me vendos si të dëshirani. Pastaj këtu kjo pjesa e largoj, shkoj edhe thire këtë pjesën këtu. Tash, nëse unë kam këtë variabël, padding section, e kam në 100 venda, 100 hapësira, edhe klienti më thëtë mësë më bërë, se është hapësirë shumë e madhe, thëtë shko zvoglohë, se vëdu këtë shumë kesë. Ose, nëse na vije neve dizajnin e Figma, edhe dizajneri mas një kohë e ndryshon ato nuk e ba 8, po e ban 6 ose e ba 5, mas me shku në këtë website-in, supozojmë pas 100 faqe website, me shku në se cilën faqe me ndryshu këto, ne shkojmë vetëm në një vend, vetëm në menaxhimin e variablav, edhe ato e ndryshojmë, sikur këtë rast këtu, edhe automatikisht në këtë website-in ekzekutohet. E njëjta. Kjo është pjesa e mirë e variablav. Tash këtë pjesën këtu, shka po shifet që kemi një imazh, e kemi një fardivi këtu këtë pjesën këtu, edhe këtë pjesën e tekstit. Çka na vjen neve te kjo? E kemi po emroj card wrapper. Pastaj këtu shka na vjen neve, na vjen me ka 3 karda brenda. 3 karda që i bjen me vendos një kard. Shembull kard brenda. Brenda të këtij kemi me vendos këtu. Kemi vendos këtë imazh, këtë pjesën e numrit, edhe këtë pjesën e titullit, edhe pjesën e subtitle ose këtë farë tekstin këtu. Apo më dëgjoni Ilir? Po. Po, që s'ka në rregull. Po, nëse keni diçka pyetje, lirisht mundi me u fokusu. Tash nuk e bëj këtë pjesën e bëm të metodologjisë, për shkak të kohës, po ndonjë metap tjetër do e sqaroj me atë pjesë. Te kjo kart, ne vetëm e bëm një kart, nëse jeni këtu e pa është e njëjtë. Kjo pjesa këtu, kjo pjesa këtu, kjo pjesa këtu, veç domethënë karta për kartë ndryshon veç pjesën e orders. Ne vetëm po e bëjmë komplet këtë pjesën këtu, pastaj këtu veç i bëjmë duplicate. Çka na vjen neve? Na vjen një card që e merr foton. Na vjen një për progress bar edhe një për content. Çka bëjmë? Këtë pjesën i shtojmë 3 karda. 1, 2, 3. Këtë pjesë këtu po thojmë që është imazh. Ku kemi vendosur një foton. Këtu kemi me bëjmë që është progress bar ose kjo farë numri. Number wrapper, po i thëmë kështut, edhe kemi content wrapper. Tek pjesa imazh, e vendosi një imazh.
Pjesa e number po e lëm njerë kështu, edhe tek pjesa e content wrapper e kemi një titull, një heading edhe një text. Po vendosim edhe një basic text. Po shkoj këtu po marr këtë pjesën e title. Po shkoj po marr këtë pjesën këtu. Këtu të imazhe, po marr këtë imazhen e kam duket këtu. Këtë vozën kjo. Çka është mirë, po çaj këtë tash këtë pjesën, masi kem te pjesa SEO do të më vendos që alt text, nuk për shembull ja vendos një tekst për shembull this is a girl image. Një alt tekst që është për shkak pjesës së SEO-s. Ilir mundet me na tregu. Po, faton, do të thënë, alt teksti ka rëndësi, do të thënë në pjesën e SEO-s dhe në motor të kërkimit. Sa, këtë pjesën nëse shohimi këtë pjesën e këtë pjesën këtu, nëse shohim e kemi ndomë kështu. Kërkoj ndjes vetëm sa për t'ia kthej Samirit këtë Ilir më duhet edhe mua të dalë falë më shumë për organizimin ti dhe mysafirëve, ka qenë shumë informues. Kërkesa ime nëse i kishte qenë me mundur me organizu një kurs për BRICS Advanced. Okej, Samir, normal që edhe tash besoj se edhe Fatoni sa ta mbaron këtë seksion, besoj se meetupin e radhës do i bëjmë edhe seksione të tjera, sepse vetë se ndoshta normal është koha pak më e gjatë. Mirë, po sa i përket kurseve për BRICS, normal që Fatoni nëse është i gatshëm për kursën të ardhmen, lirisht domethënë bashkëpunim me mua që unë vetë organizoj kurse, lirisht domethënë Fatoni unë ja jap prej tash si ofertë dhe si mundësi që në bazë të emrit tim edhe në bazë të grupit edhe krejt gjithave që i kam unë ja ofroj që të bëje kurs për BRICS Advanced, kështu që do e diskutojmë të ardhmen edhe shpresoj që ndoshta të ketë Samir edhe për BRICS kurs. Falenderoj edhe ti për pjesëmarrjen, kështu që shifena në meetupin e radhës, inshallah së shpejti pas një muajve me shumë tema të tjera të mira. A vazhdoj? Okej, Faton, ndjes se të ndërpreva, kështu që mund të vazhdosh. Pa problem. Këtë pjesën imazhet, pjesës numrav, edhe këtë pjesën e titullit edhe këtë pjesën e tekstit, po shohim që i kemi në row, në rresht. Çka bëjmë këtu? Shkojmë te card wrapper. Brenda cardit ku i kemi vendos 3 card. Këtë pjesën këtu i themi që vendosi në mënyrë horizontale, ja kështu. Edhe po i thojmë që vendosi në pjesën e mesit, domethënë align cross axis. Këtë pjesën tash na e shohimi nga kjo, e shohimi që kemi këtë divi. Këtë divi e shohim që është 45%. Edhe shkojmë tek pjesa e imazhit, shkojmë tek pjesa e layout, edhe tek pjesa web e bëjmë 45%. Pjesa e kësaj numrit është ta shoh, nuk është e specifikuar, edhe këtë pjesën e numrav këne që kemi, edhe këtë pjesë e kemi 45%. Edhe këto kemi 45%. Kështu. Edhe po i themi që vendosna në pjesën e mesit. Kjo pjesa kemi me vendos tash çka kemi këtu?
kemi një H5 edhe në fakt është një div lart, një H3 edhe një div poshtë. Që po bëjmë këtë? Po vendosim një div, një H5 e një div. Pa po i kthej në kështu. I kthejva në pjesën e divit. Pastaj në këtë këtu, i tham që vendosma një div tjetër. Dhe në këtë divin tjetër ja ka jap një klasë vertical line. Po ja vendosim një vertical line. Ose një V vertikale, që po vendosi kështu. V vertikale, që më ndryshu. Pastaj të kja vija vertikale, e kemi vendos një border, të kjo vija vertikale këtu, e kemi vendos një border, që e kemi 2 piksela, edhe kemi mi thonë solid, vendose ngjyrën, këtë ngjyrën këtu, që e kemi marrë primar. Ja ku është vendos këtu. Edhe i kemi thonë që merre një height, për me na dal kjo vija këtu, një height, kjo pjesa këtu, layout, heightin, po i thojmë merre 13.2%. 13.2 RAM. Nuk pa shkoj tash me pjesë variablav, se na merr ma shumë kohë. Tek pjesa heading, kemi vendos numrin. Numër 1. Tek pjesa heading me vendos numër 1. Edhe kemi me thonë që width i këtij numri ko me qenë 4.8 RAM. Kemi vendos edhe pjesën e height. Pastaj kemi me shku tek pjesa e border, edhe kemi me thonë vendosa 50% border. Border radius, më falni, border radius. Apo dëgjona i lirë? Pastaj tek pjesa këtu kemi me shku tek pjesa e tekstit. Tek pjesa e tekstit e kemi me thonë vendose në mes. Shë? Ku vendos në mes? Edhe kemi edhon një font weight 500. Edhe një background, këtë ngjyran backgroundin, kemi vendos këtë ngjyran që kemi thirë me variabël, që është kjo primare, ja këtu. Pastaj për me vendos, po shohim që nishi nuk është bashkë në mes. Për me vendos, Brix e ka shumë pjesën knejt mirë që të layout e ka këtë pjesën display për element. Kjo është për element, dhe më thonë branda është për element e thujmë flex edhe në hapën pjesë këtu. Çka bëjmë i thujmë vendosa në qandër gjithë. E shohim nga dizajni, e shohim që është numri, është ngjyrë të bardhë. Ne mundi me kriju një variabel, po prap, po të ceki që mas me up kohën, ne po shkojmë direkt kolorin këtu dhe po bëjmë ngjyrën e bardhë. Edhe nëse e bëjmë këtë, e shikojmë se ja ku është vendos vija. Të njëjtën, ne po e bëjmë duplicate, po fshim këtë poshtë, edhe po vendosim në mes. E shikoni, kjo do më thonë është bon saktë.
pse si kemi në qendër, pse ne ende nuk I kemi thonë që vendosna numrin edhe këto vijat në mes. Çka bëjmë? Shkojmë te pjesa number wrapper, edhe tek number wrapper e kemi themi që shko bane në align cross, bane në mes. Tek pjesa, I themi që po shohim e bëjmë display flex, flex I themi që vendose vertikal, edhe në vendosin në mes. Edhe kjo është okay. Që janë mes. E shohim me si të dizajni këtu, kemi një farë hapësira mes këtyne. Si me bën këtë, shkojmë tek pjesa këtu, edhe ja vendosim 1.2 RAM. Pa thonë apo diçka apo çka u ndodh? Nuk është duke unë dëgju. Nëse S'u di. vetë të fol. Ndoshta jo blloku diçka apo ndoshta ka probleme interneti se edhe pak më parë pa probleme, kështu që ndoshta do e lejmë për meetupin e radhës. Ndoshta ta Lera, vazhdojmë. dëgjoj? Po, Faton, tash. Kërkoj folje për shkak po kam probleme internet. Që Po, e shpesh vazhdoj. edhe pak më parë pata internet, kështu që Po, mbaroj këtë seksionin edhe pastaj e Po. lejmë. sakt. Okej, po bëj save. Dhe ja ku e kemi vendos këtë. Veç po vendosi këtë pjesën tek në mes në qendër. Po I vendosi këtu në qendër. Edhe pastaj e kemi në këtë pjesën këtë, po vendosi një farë hapësire në mes të trijave. Mes të trijave që e kemi një farë hapësire 3.4 RAM. Që vendosi 3.4. Dhe vendosi sakt. Sa kjo tash kjo emoji shkojmë, po shikojmë pse emoji nuk po na del në sakt në pjesën e vet. Shikojmë te pjesa e emojit, edhe po morëm I full, po I them figurë, që është për shkak të pjesës sales. Edhe e shikojmë sa kemi pjesën e widthi I komplet kontenjer është dikon 93.4 RAM. Nëse e shohim këtu, nëse e shohim këtë pjesën, veç ta shohim a kemi këtë pjesë. Nëntëdhjetë 3.4 RAM. Ne po shkojmë këtu, te kjo, edhe pi themi që 93.4 RAM vendosna hapësiren width. Nëse bëjmë save, ja, sakt. E shohim që nga dizajni e kanë këtë një farë qoshi që 0.8 RAM që e bisedutëm. Të kje pjesa këtu, kemi pjesën e borders, edhe të pjesa e kemi këtu 0.8 RAM. Dhe sa këtu bë kështu.
Tash mes titullit edhe kësaj pjesës kardët këtu e kemi një farë hapësire, që këtë hapësiren këtu, e shohim sa është kjo hapësirë, e kemi dikon 8 RAM. Shkojmë tek pjesa e dy kardave, kjo është për pjesën lartë dhe kjo është e tekstit lartë. Këtë kjo këtu e kemi 8 RAM. Dhe ja sakt. Qysh me realizu këtë pjesën tash që i kemi 3, kryesore ka qenë një kardë më bon, pastaj kjo e dy fishor. Çka bëjmë tash? Kjo pjesa kardë, kjo është pjesa kryesore. Këto vi që e duplikojmë. Te kjo këtu, që edhe i herë po duplikoj. Ja, tek pjesa mesit, veç po i tham që kontentin ndrysho ma me imazh. Tek pjesa e numrit, po vendosi këto dy. Po vendosi kanë do të shoh. Ja. Këtë po bëj 2. Këtë po bëj 3. Pastaj imazhet mund me ndryshu këtë pjesën këtë. Që po zgjedhë këtë imazhin saktë që kemi këtu. Edhe nga kjo kemi këtë pjesën këtu. Ta shoh. Ja. Dhe më thonë njëta kardë është zhvillu. Shiko kje pjesa këtu që e kemi. Ilira, po më dëgjon? Po, super, fata, e kina ndjek, kështu që ka qenë jashtëzakonisht përfituese shkaku se edhe unë normal që nuk është që kam njohuri shumë në Brix, kështu që normal që është pak më avancuar me kjo, edhe normal bën gjëra më të mira kur fillon me bë customize, kështu që inshallah meetup-in e radhës do bësh edhe seksione të tjera, kështu që sepse normal për shkak të kohës se pjesa ku të bëhet ku të zhvillohet prej zeros from scratch. Kemi pjesë që do të më po, për shembull, me i marr pjesë sikur këtë rast, se mundet klienti me ta prunë ty saktë të bëma si website. Për shembull, e ka po dikun një website ose e ka po një dizajn diçka, i ka pëlqyer diçka dhe ti do më bë ekstra, do të më po për shembull se ne merr si theme, se ne blen si template ose diçka të ngjashme dhe duhet më shu pjesë me inspect element, këtë pjesën inspect element që e përdora unë dhe mi po saktë që ka të implementuar, sa ka hapësira që shi ka, apo kupton, edhe për me zhvillu saktë. Po, faton, kështu që sa i përket kësaj pjese, këtë website më atë, po të njëjtën seksion të radhës, sepse normal kjo kur i krijon për fillim kërkon shumë kohë, kërkon, kështu që besoj se seksione besoj se do përfitojmë edhe shumë më shumë nga pjesa jote. Kështu që unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij meetup-it, që folë diçka që edhe meetup-in e parë një diskutove dhe ndave një uri, kështu që edhe këtë meetup një ndave, kështu që shpresoj që është edhe meetup-et e radhës, që të përfitojmë nga njëri tjetri, po edhe nga persona të tjerë që do jenë folës kryesor, kështu që tash Kastrioti shpresoj që ndoshta meetup-in e radhës qetë edhe ki si një folës kryesor, nëse dëshiron për shembull ndaje diçka tre ose diçka nga eksperjenca e klientave vet, si punon me SEO apo diçka për tregun në Gjermani, që është duke punuar gjë më shpesh. Ilir, unë kisha pas dëshirë me ndo pjesë të që e kum zhvillu për këtë pjesën e meetupit, dy që e mbajtëm bashkë, po për shkak të kohës limitun, ne vendosëm me i po këtë pjesë. Unë do kisha nda shpejt pjesën që i kemi realizu bashkë, po mendoj që e kum realizu për me shpërnda, me po.
Ky ka qenë website që unë e kam përgatit për me po. Vetëm një moment, i lutem. Apo Po, shifet, ky ka qenë website, domethënë këtë pjesë na që realizutën bashkë. Këtë pjesë që realizutën bashkë, është kjo pjesa këtu e një blogu, është një farë pjesë e kodit ku na gjeneron varësisht vetë kjo pjesa me i bon me ndryshu orders pjesë, edhe kjo kishan shumë interesant me po qysh me zhvillu. Unë po i baj se i kam display known, unë po i baj të gjitha me po që e kum përgatitur pjesë të për me zhvillu. Këtë pjesë me qëllim e kum bon që mas me bon me klasa edhe me variabla që më pastaj mi spiku këtu. Unë zakonisht punoj gjitha website-it punoj me klasa variabla, me BEM teknologjinë, më falni, metodologjin, është një metodologji që përdoret për emërimin e klasave në CSS, për shkak që çdo developer kur shkon edhe shef me po renditjen edhe çka është punu. Kush dëshiron me po BEM metodologjin, e kemi përmend pak edhe në etapin e maherëm, e kalum, kjo është, mundi me i me po për çka përdoret. Ky ka qenë website që unë mundu me paraqit. Që faton rruje këtë pjesë edhe meetupin e radhës dhe bësh ato seksionet të fundit. Po. Kështu që mbaj këtë kështu si është, kështu që kur të vi meetupi i radhës. Është një pjesë slider, domethënë është komplet from scratch është i bon. Kjo pjesë, është kjo pjesa këtu about us, me këtu lëvizjet me position relativ dhe absolut, shumë interesant. Është kjo pjesa e about us, që është për shembull shifet varësisht me hover effect, të ndryshohet kjo pjesë. E kemi këtë pjesën që realizuar bashkë. Kjo pjesa reviews, këtë pjesën është, më thash që Brixi është në 2.0 edhe është në pjesën ande të zhvillu, se s'është dal hala me dal me përdor në website e live. Ka disa ndryshime. Kjo pjesa e testimonials, është kjo pjesa e over projects. Kjo është një sticky, përveç këtë pjesën e majt, është si sticky që pastaj pjesa djallë deri të shkon në pjesën e fundit, kjo shkon sticky, kjo pjesa e blog post, edhe kjo pjesa e fundit. Ka qenë website, po normal që i merr disa orë kohë, i merr 2-3 orë ose më shumë me realizu komplet, për me bë diçka të bukur, sikur kjo që po shifet. Ne e realizutëm vetëm këtë pjesë. Super, Faton, falenderoj shumë për kohën që i ke ndajt me realizu për edhe me ndajt tregun e këtë, kështu që shpresoj që edhe meetupin e radhës ta zhvillosh edhe pjesën e mbetur. Tash ne jena edhe ka fundi, edhe besoj se tash do e mbyllim edhe si takim, kështu që unë ja kisha dhënë fjalën edhe pak Kastriotit nëse ka diçka me pyet. Urdhëro Faton? Kastrioti nëse ka diçka me pyet, më inkuadru si u dog Brixi. Po, pra se gjithashtu faleminderit për shpjegimin, më tregu drejt Brix nuk është e kam përdorur më herët, e kam përdorur Gutenberg Elementorin. Mirë po, kështu sa i përket UX/UI, do të thonë pjesës se si është workflow-i, do të thonë mënyra e punës, më ka pëlqyer kësaj shumë, për arsye që po më ishim me kriju klasa universale, që mundesh me botën e ndryshimet për një jashtë gjithash, pa pas nevojë me i kështu një ka një. Për këtë më pëlqej këgja shumë, kurse sa i përket pjesës meeting, më ka pëlqyer në tërësi, mirë po nëse kena ndonjë meeting tjetër ose nëse Iliri organizon ndonjë meeting tjetër, atëherë na jena kontakt atë më me fol sa i përket pjesës së SEO, sa i përket pjesës për shembull zakonisht çam pyesin jashtë në LinkedIn, në mënyrë private, zakonisht më pyesin për
hey, qysh me bo market research, ose qysh me përshtot strategjinë e marketingut me strategjinë e SEO-s, ose si me përshtot SEO-n me kanale tjera. Unë e kësha pas shef me bo një lloj prezantimi, edhe një farë lloj onboarding questions, pyetje zakonisht që i bën klientit, do me thonë për pjesës e SEO-s, zakonisht nuk pyet, hey, kur të marrë një klient të ri, qysh m'ja bo me SEO? Ose për shkakun çfarë pyetje më bë. E kisha pas se për shkakun që pjesë me e mbulu, si kish mujt me i ndihmu besoj edhe të tjerëve. Për shkakun nëse morën na herë në një klient në SEO. Domethënë pjesës e onboarding, pjesës e qysh me bë SEO question, qysh me mbledh pyetje për klientin, që m'ja bë klientin me kuptu më mirë klientin, me kuptu domenin, se ku është tu vepru, edhe qysh me ja përshtot strategjinë e SEO-s për klientët e tij. Pak a shumë me përmbledh me një fjalë qysh me kuptu klientin e klientit për me ja përshtot SEO-s. Edhe qysh me përdor këto Uber Suggestion ose jam për shkakun për me bë SEO strategji ose keyword research. Në çto kisha mund me mbulu pa pi problemi. Me knajtësi ka zgjat, kështu që unë zakonisht meetupat do i organizoj dhe ku fillu këto, kështu që kjo dihet diçka konsistente që do vazhdone. Zakonisht i bëjmë fund muajit shkaku që do të ashtu e kom pak më mirë, për shembull, mirë po nuk është problem. Kjo ndoshta edhe mund ndryshon, mirë po zakonisht edhe e mbaj në ditën e premtes, është fundi i javës. Kështu që besoj se është kohë e përshtatshme. Edhe për muaj, për meetupin e radhës, domethënë lirisht prej tash, domethënë edhe pse do të shkruaj edhe privat, prej tash domethënë një i ftuar, kështu që mund të zgjedhësh temat më të spikatura që i ke edhe që kërkojnë më shumë, kështu që ta jap atë hapësirën tënde që të na tregosh nga eksperjenca jote, dija jote edhe përvoja jote që e ke edhe me tregun e jashtëm, kështu që ishte kënaqësi që je pjesë e meetupit të radhës si folës kryesor. Okej, me shumë kënaqësi. Edhe faleminderit edhe për juve që ndotë eksperiencën edhe dijen e juve me mua, se i kom pas do far, çu më thon, një dë hapësira se përket mungesës dijes ose the knowledge gap, që thonë zakonisht amerikanët, kështu që po ta nevojë këtë shumë me i mbulu këto hapësira që në mënyrë me ofru shërbim sa më të mirë për klientelën në të cilën punoj ose do të punoj. Kështu që faleminderit. Kjo ka qenë edhe arsyeja, ka thënë që më përfitu për njëri tjetrin edhe me mu avancu sa më shumë nga njëri tjetri, sepse ku diskutojmë kështu lirshëm edhe përfitojmë më shumë se sa për shembull me shku edhe me lexu ose me diçka tjetër, kështu që këto janë përvoja personale, përvoja nga eksperienca, edhe shpresoj kështu që në të ardhmen përfitojmë sa më shumë për një tjetrin, por edhe të bashkëpunojmë të ardhmen me pas projekte të përbashkëta edhe me nxjerr diçka sa më të mirë. Kështu që unë ju falenderoj edhe juve për pjesëmarrjen deri në fund, që falenderoj Fatonin që shpjegoi edhe ndajti kohë nga koha e tij normale e rëndësishme që e ka. Që ky meetup është i regjistruar, kështu që këtë do e postoj edhe në YouTube, pastaj kush dëshiron me pas qasje edhe aty do ta gjejnë. Kështu që ju falenderoj edhe një herë nga zemra, edhe shpresoj takona përsëri në meetupin e radhës, ku do të ketë edhe shumë gjëra tjera që do t'i diskutojmë, që do t'i shikojmë së bashku. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Natën e mirë, bofshi gjithë. Natën e mirë.